Me nismën e Agjencisë Investigative Ndërkombëtare Stop Krimit dhe Misionit Diplomatik për Paqe, Siguri dhe të Drejtat e Njerëzit, është organizuar konferenca me fokus mbrojtjen e shoqërisë nga krimi, forcimin e paqes, sigurisë dhe drejtësisë, si dhe adresimin e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve. Pas fjalës së çeljes së kësaj konference nga ish diplomati Vangel Mita, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Stop Krimit, zoti Fatmir Sena, referoi mbi masat dhe prioritetet në forcimin e sigurisë dhe mbrojtjen e qytetarëve. Ai u shpreh se kjo konferencë zhvillohet në një kohë kur sfidat ndaj sigurisë publike, mbrojtjes së shoqërisë dhe luftës kundër dhunës kërkojnë angazhim të përbashkët institucional, qytetar dhe bashkëpunim me organet ligjzbatuese thelbësor për garantimin e rendit, sigurisë, paqes dhe drejtësisë. Zoti Sena u bëri thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë për të denoncuar rastet e kultivimit të bimëve narkotike, dhunës në familje dhe kriminalitetit. Heroina Ruçi, në fjalën e saj, theksoi se dhuna ndaj grave mbetet një ndër problemet më shqetësuese të shoqërisë moderne. Sipas saj, pavarësisht zhvillimit të shoqërive dhe avancimit të drejtave të njerëzit, shumë gra dhe vajza vazhdojnë të përballen çdo ditë me forma të ndryshme dhune që cënojnë jetën, dinjitetin dhe sigurinë e tyre. Sergesa Ahmet ajo ndal në faktin se kur flitet për dhunën ndaj grave, ajo nuk duhet kufizuar vetëm tek dhuna fizike. Sipas saj, dhuna shfaqet edhe në forma të tjera si presioni psikologjik, kërcënimi, izolimi social apo varësia ekonomike, të cilat shpesh mbeten të padukshme, por kanë pasoja të thella dhe afatgjata në jetën e një gruaje. Suzana Krosi Turshilla, drejtuese e filialit Stop Krimit në Itali, nënvizoi se dhuna shkatërron jo vetëm individin, por edhe strukturën e familjes dhe stabilitetin e shoqërisë. Sipas saj, përballja me këtë fenomen kërkon angazhim të gjerë institucional dhe shoqëror, si dhe bashkëpunim në mbrojtje të viktimave. Nga ana e tij, avokati Hidayet Beshiri u fokusua tek rëndësia e zbatimit me vendosmëri të ligjit dhe mbështetjes reale që duhet të ofrojnë institucionet ligjzbatuese për viktimat e dhunës. Ai theksoi se një aspekt veçanërisht shqetësues mbetet dikimi që dhuna në familje ka tek fëmijët që rriten në një mjedis të tillë, duke krijuar pasoja psikologjike dhe sociale që mund të ndikojnë në të gjithë jetën e tyre. Ndërsa generali Det Prengaj i shpreh se mbrojtja e shoqërisë nga krimi dhe garantimi i sigurisë kërkon bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve shtetërore, organizatave të shoqërisë civile dhe komunitetit, me qëllim krijimin e një mjedisi më të sigurt dhe më të drejtë për qytetarët. Bordi i Agjencisë Stop Krimit akordoi çmime dhe stimuj moral, certifikata mirënjohje dhe vlerësimi dhe titull të lartë ambasador i përhershëm i paqes për veprimtarë dhe misionar të kësaj agjencie dhe përfaqësues të shoqatave dhe organizatave bashkëpunues, ndër të cilat është dhe Ferit Hoxha i shoqatës Brenda. Antar të bordit të Agjencisë Stop Krimit, i nderuar drejtor ekzekutiv zoti Fatmir Sena, jam shumë kënaq që sot marr të vlerësim si ambasadori i përhershëm i paqes mes këtyre personaliteteve të shquar nga fusha të ndryshme që vijnë nga hapësira shqiptare, por dhe me gjë. Njëkohësisht përcjell urimet më të mira dhe mesazhe më të mira dhe në emër të përgjithësisë së shoqatës adhetare kulturore Brenda, duke pasur parasysh që prezent kam edhe disa antar të kryesisë, antar të bordit të gazetës Karina e Vendës, ish profesor të mi, ushtarak dhe të tjerë. Ndaj dhe këtë mirënjohje do ta ndaj kryesisht ja dedikoj familjes time, por ndaj me antarët e kryesisë së shoqatës adhetare kulturore Brenda dhe me bordin e gazetës Karina e Vendës. Në përfundim të kësaj konference, ekspertë të sigurisë publike, përfaqësues të institucioneve ligjzbatuese të vendit dhe të agjencisë partnere, drejtues të filialeve të kësaj agjencie në Europë dhe më gjerë, theksuar rëndësinë e forcimit të institucioneve të forcës së bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rritjes së ndërgjegjësimit publik për mbrojtjen e shoqërisë nga krimi, dhuna, trafikimi dhe për forcimin e paqes dhe sigurisë dhe drejtësisë.